Po mirë, kjo do të thotë që kjo lloj veprimtarie ka vendosur ekonominë shqiptare në një lloj lëvizje. Po, ekonomia shqiptare është kriminalizimi i ekonomisë dhe i politikës, janë dy problemet gangren, të cilat është betejë e re e shqiptarëve. Do na vi një ambasador i ri Çollaku. Është zyrtarizuar nominimi që pati para pak kohësh i Eric Wend, generalit amerikan i cili ka mbajtur post shumë të lartë në NATO, pretendon që në Shqipëri ka qenë, ka vizituar gjatë kohës që ishte pjesë e NATO-s Shqipërinë, kishte lexuar për SPAK-un, e cilësoi një prokurori apolitike dhe të pavarur, sigurisht në fjalimin e tij përpara Senatit amerikan, ai cilësoi në dy momente, edhe gjatë kohës që foli për SPAK-un, edhe gjatë kohës që foli për Porto Romanon, SPAK-un, domethënë me hetimet që mund t'i vinë në ndihmë favorizimit të klimës së biznesit amerikan, por dhe për portin e Porto Romanos, aty ku dyshuat që mund të kishte një kompani ruse, kompania e vetme në garë, ai tha që aty mund përfshihen dhe kompania amerikane përsa i përket çështjes skalatave të garanton një siguri më të madhe. Porti NATO tha, si shet tani, domethënë ardhin e këtij generali, po them, po them general. Në vëmendje edhe seancën në Senat të generalit Wend, pra ambasadorit të tashmë të konfirmuar edhe në komitetin e jashtëm të Senatit, me 19 me 3 vota. Një votim formal besoj në Senat tash. 19 me 3, 19 pro, 3 kundër. Në komitetin e jashtëm. Do thotë, pra duket që profili i lartë generalet dhe ushtarakët përgjithësi në Amerikë janë të pëlqyer dhe politikisht edhe për shkak karrierës, por edhe për shkak qëndrimit larg. Është një farë burrësh, se ka shpallët ai, sa për 2 veta. Profili i lartë dhe i rënd, pesha e rënd dhe themi profesionale e tij, janë një vëmendje e mirë për Shqipërinë. Unë e shoh si një lajm shumë pozitiv, pra që një ambasador i këtij niveli nuk kemi pasur në këtë nivel, kujtoj që nga koha James Jeffrey mbase, dhe ne nuk kemi pasur profil të kësaj natyre, le të themi, si ambasador në Tiranë, dhe ka edhe diçka pozitive, them se kanë qenë thjesht në punës ata, e vërtet Çollaku, thjesht në punës të Departamentit Amerikan të Shtetit. Dhe kjo është një lidhje e shkurtër presidenciale dhe jo Departamentit të Shtetit, kjo provë. Kjo është lidhje, po thua, presidenciale jo fort, se duke mos qenë karriere si diplomat, nuk burojnë nga Departamenti i Shtetit aty ku lëviz diplomacia. Aty ku lëviz diplomacia dhe akujt nuk janë shkrirë ashtu siç duhen në shumë vende. Por vin tek profili i tij dhe prioritetet lançuara për tij në Senat që janë përsëritur më herët, ka diçka aty kur thekse për SPAK-un, më aq sa kam lexuar. Që nuk e kanë prekur akoma. Më aq sa kam lexuar. Po unë kur të shkoj aty do të njoh një qorat më mirë. Ishte një pyetje senatorit demokratë ku duke theksuar që tha Rama ka krijuar një klub të burrave gjatë, dhe kjo është një sajes aty, s'ka klub burrave gjatë. Do jeni do të na flisni me klubin e burrave gjatë. Ai tha unë do flas për, jo me. Se shpesh herë këto cepzat gjuhësore tregojnë edhe prioritetet, pra ishte shumë i matur, shumë i kujdesshëm, natyrisht, dhe theksi ishte, kush ishte fjalia e parë? Lufta ndaj krimit organizuar, narkokarteleve, pastrimit të parave. Po. Duke i cilësuar këtë luftë të përbashkët në Shqipërisë si një rrezik për cënimin e sigurisë kombëtare të dy vendeve. Si ftohet Shqipëria tani për sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar? Pse ne e kemi këtë ftesë të shpeshtë dhe përsëritur? Është edhe nga ambasadori i jashtëm, edhe nga ngarkuara me punë, edhe nga zyrtar që kanë ardhur këtu, që nga Fleming, zonësnim sekretari i Shtetit, edhe zyrtarë të tjerë të rëndësishëm, që kanë shkuar deri në SPAK. Këtë refren ka. Po çka ka ndodhur me ne që ne na ftojmë për luftuar, çemi ne në një lagje e shërbasimi. Por pesha e grupeve shqiptare, e kupton që kishim përveç Sinaloas, u provon një grup tjetër që ishte në Kili, që kishte lidhje me familjen Gambino. 18 prokurori sigurisht. 18 miliard euro që çakullin grupi shqiptar, tha një prokuror i Kilit. 18 miliard euro. 18 miliardë kanë çakulluar në 2025. Vetëm 2025. Mafia shqiptare. Po pra, ishte një prokuror Kili që fliste për të gjë. Dhe një nga grupet ku bënin pjesë edhe shqiptar, edhe të akuzuar nga Malizi, kishin lidhje me familjen Gambino, kuptojmë që nuk është më në nivelet ku ishte John Gotti, kreu i familjes së kishte në burg dhe diq, dhe ka qenë më ashpër, ishte në rangun e Gjeroveze, Lukeze, këtyre familjeve globale mafiose. Kishin bërë përpjekje për bërë një antar jurie në çë niveli është. 18 miliardë euro tje, Sinaloa po, Ndrageta po. Tani kur është gati 2 herë më shumë se sa shkemi në buxhet GDP, domethënë prodhim në brendshëm. Gati 3, me korektime dashamirëse gati 3. Gati 3. Gati 3 buxhete në një vit të thyen mesat. Dhe një pjesë parave i bëjnë targat këtu dhe investojnë në SBA dhe Bashkinë Evropiane. Këta, po në Ekuador,
që ka pas akuza për përfshirje edhe politike, edhe kanosi, edhe investime, po në Venezuelë, po në Meksik. Paraguay. Po Sinaloa që ka lidhje tashmë edhe me emra konkret, sankcionuar që janë edhe mysafirët e Edi Ramës në zyrën e tij, që kishin përgjegjës sipas pra asaj që shkruan drejtësia amerikane për pastrimin e parave në 4 vende, kjo familje. Poloni, Itali, Shqipëri dhe diku tjetër, nuk e kujtoj mirë tash tekstin origjinal të rrëfimit në përshkresa zyrtare atje. Dhe këtu ata janë shkrimtarë e Edi Rama. Ku marrin ti? Po ndraketa. Procedimi s'kam përgjën në serë për e thëndër. Procedimi penal numër 17 i vitit 2020, investimet e ndraketës në Tiranë për kullat, në të cilës sipas përgjimeve dosjes së ardhur këtu, ata thoshin që duhet të investojmë 180 milionë euro se dosjet kemi njeriun tonë afër kryetarit të bashkisë, që është në qeli tani, që i sigurojmë lejet. 2020. Jemi në 2026, mos gaboj, ha? 6 vite. Sa veprime? 0. Dhe po në atë përgjime thuaj kështu, që drejtori i policisë, i cili që Mishderri pakot e pakesa, na kalon të punojmë qetë. A e mbajnë mend ta kush është drejtori i policisë në 2020? Se ne nuk kemi shumë drejtora përgjithshëm policie. Besoj se një. Nuk e di s'pagu? Ti zëre fotografinë, ne t'ja çojmë zotrive, si e fotografia e Ursit të Zibraka që këta s'po e njohin dot. Ta çojmë të morë zotrin. Shqiptarët mendojnë se këta dy njerëz janë këta dy. Vetëm ka shumë kusura aty brenda dhe me ardhen e ambasadorun besoj se s'paku do të ketë një marsh të ri, një impuls më të fortë, një mbështetje më prezent, por edhe një lloj bilanci në rakordimin e punëve më të përgjegjshëm. S'do ketë shumë kështu harrova, s'kam mundësi, s'kam fuqi, kam frikë. Këto s'kam, mendoj se do krahasitet. Detaj interesant, shiko SPAK-u dhe është treguar shumë bashkëpunues me agjensitë ligjzbatuese amerikane, përmendi faktorin e mbrojtjes, përmendi DEA-n dhe përmendi FBI-n. Tani do të thotë që ambasadori i ri i ka këto informacione se kush janë, le të themi, kush operon në Shqipëri nga agjencitë amerikane. Pyetja është, a vjen në lëvizje këto? Pyetja është, rezultati i cili është? Ky bashkëpunim i shkëlqyer i SPAK-ut. Sa politikan, deputet, kryetar bashkish, biznesmen ka çuar në qeli që i kanë ndosur atje për trafik drogësh për 3-4 vitesh? Nuk ka. Nuk ka edhe këto. Sigurisht. Sa tani, nuk e kam thënë është dosjet e akshit atje shteti Lakurit janë pa brek gjithë. Nuk flasin të veshur, ata flasin të zhveshur. Me mysybete. Materialet cilat i ka struktura e posaçme. Atëherë aty kanë dosjet çollaku, ne sigurisht ne inkurajojmë, ëh. Po ne kemi për druzjarë dosjet atje. Kemi për të përballur njerëzit atje, për të përballur pandeurit, për të përballur të inkriminuarit, se ne prandaj jemi në këtë seri, prandaj vim te kjo gjë që po ndodh sot. Pra, se mos ndëshkimi i këtyre grupeve elektorale kriminale, ku dosja nga 2020 aty, prodhon këtë lloj pushtetesh. E diskutojmë tani? Kalojmë tek çështja tjetër ku do dua të ndalem me Basir Çollakun për diskutuar gjëre gjatë, atë se çfarë po ndodh me projektin në Zvërnec, protestat në Tiranë, dhe kështë dhe protestat cilat i pash sot jashtë Shqipërisë Çollaku. Mirë, kalojmë në siglën e regjia dhe kthehemi për diskutim. Ajo se çfarë ka ndodhur, duhet të kuptojmë që ka qenë një javë e tërë intensive, që nga e shtuna e kaluar në këtë të shtunë janë 8 ditë që nga momenti ku ndodhi përplasja e parë në Zvërnec Çollaku. Mirë, po duket se u hoqën fillimisht teret me gjemba, u hoqën edhe gardi, që ishte rrethuar atje. Tani çfarë po lexon në të gjithë këtë histori? Unë do doja faktikisht dhe ta nisja edhe me mungesën e transparencës për një projekt, ndërkohë që rrethohet. Çfarë është kjo tani? Jo, ajo unë ta quaj, le të themi, po ta marrim pak nga ana poetike, është java shqiptare pa frikë. Java shqiptare pa frikë. Kuptohet masivizimi i pjesëmarrës të rinjve është një protestë shumë pozitive. Është një protestë që duhet mbështetur, është një protestë që duhet marrësh pjesë. Por si çdo protestë, pra ka prodhuar reagim, ka prodhuar ngjarje, të cilat nuk e kanë marrë, le të themi, ndjeshmërinë, sepse njerëzit kanë pasur vëmendjen tek përditshmëria e reagimeve, jo vetëm në Tiranë, në qytete të tjera të Shqipërisë, që dje në Korçë, në Elbasan, në Durrës, në Shkodër. Sot
dhe jashtë vendit në regjia ka një të Milanos, ishin grumbulluar në Milano në Gjermani, në Berlin kanë qenë dje, do jenë në Kanada, në Shtetet e Bashkuara. Pavarësisht le të themi mosdukshmërisë organizatorëve, u them organizatorë janë gjithë qytetarët. Po ta bëj pyetjen shumë, çfarë mund ta shqetësojnë dikë që jeton në Milano apo jeton atje për një projekt këtu? Pikërisht pra, ç'është ky rrjet që kanë ndezur domethënë këtë protestë? Ka një rrjet apo është thjesht ndjesi? Ngjarjet, unë nuk them që kjo ishte prodhim çasti për ata gjetën çastin. Nuk ishte prodhim çasti, por gjetën çastin. Sepse kur vëre që gjëra edhe aty shoh një lloj aksidenti të mbikëqyrur. E kanë me Zvërnecin, e kanë me autorët e Zvërnecit, se Zvërneci është Tirana. Zvërneci është në Tiranë. Zvërneci është në Tiranë. Çfarë do të thotë kjo? Është në Vlorë. Çfarë do të thotë kjo? Zvërneci është në Tiranë, sepse ne bjem dakord që mbi pronën publike ka një genocid të frikshëm në këto 2 dekada. Zvërneci është në Tiranë, sepse edhe paketa e maleve është një Zvërnec. Edhe rrjolli është një Zvërnec. Edhe kulla në Tiranë janë një Zvërnec. Zvërneci vetë gjithashtu. Bregdeti shqiptar është një Zvërnec masiv, jo vetëm në Vlorë, por në Shëngjin, në Velipoj, në Milano cenzori regjia. Eksakt, një fantastike. Kam përshtypjen aty është Duomo di Milano, jam okay kam se këtu unë nuk kam qenë këtu dhe nuk e kam parasysh, por jam në Itali. Kjo protestë ka marrë një vëmendje ndërkombëtare të jashtëzakonshme. Shpesh kam krahasuar vëmendje më të madhe se lufta e Kosovës, pavarësisht produktit. Pra zgjerimi i vëmendjes dhe i ndjeshmërisë. Por pra i bëni një paralele me mobilizimin që u bë për një paralele. Kanë parë nga dita në ditë protestuesit kanë ardhur duke kolauduar dhe ligjërimin. Kanë qenë diçka më të paorganizuar, qartësisht le të themi ditët e para se sa ditët e fundit. Ajo që kam vënë re, jo për faktin që unë vetë jam le të themi me bindjet e mia dhe angazhimet djathtas, por tek protestues të cilët kërkonin dhe dorëheqjen e opozitës. Jo vetëm dorëheqjen e qeverisë, në gjithë botën problemi është qeveria. Dhe në fundit, po kur heshtja, ka diçka që ka një ta bëjmë pyetje që ta bëjmë diskutim, sepse eksakt, po. Këtu ka një le të themi masiviteti i njerëzve, shikojmë aty shumë njerëz kanë gjykuar. Do të jenë italianë besoj. Nuk e di, kanë gjykuar, kanë qortuar heshtjen e kreut të Partisë Demokratike Berisha, duke qenë se ai është lideri i opozitës, i partia më e madhe opozitare, atij ngelet ky status, kjo stafet. E kanë kritikuar për një bashkëpunim me qeverinë, e kanë kritikuar për shumë gjëra dhe heshtja ndoshta e 3 ditëve të para apo 4 ditëve të para, sepse duket sikur ka një lloj refleksioni për të qenë sinqert. Shoh që edhe deputet kanë reaguar, kanë hedhur foto nga protesta, edhe i kanë grupuar në një. Tani ka heshtje grupuar në një. Le të themi, unë bëj përpjekje maksimale sepse protestuesit kanë ndjeshmëri, kam lexuar qendrimet e tyre online. Nëse dikush përpiqet të bëjë një sugjerim apo një qortim për protestën, ka një masivitet leksikor hyjes, poshtrues, kanosës. Këtë mund ta verifikojmë sapo të hysh online. Dhe kjo është, nuk mund të jesh merr pjesë në protestë apo nuk merr, kjo është bindje dhe dakordsi, ti nuk bindesh njerëzit të shkojnë aty dhe jo të turresh me kuburën nëse ai nuk është dakord me ty. Tek e fundit bëhet shumicë duke bindur njerëzit, duke dyshuar ata. Kjo protestë ka gjëra shumë pozitive, thash ka prodhuar ngjarje që nga ato të heqjes e rrethimit, të largimit të drejtuesve të policisë, pra kërkesën e kryeministit për një lloj bisede, ka shumë reagime të cilat flasim bashkë ajo. Por nëse të bëj një pyetje. Po. Unë kam parë vetë kam kaluar nga protesta, shkoj edhe vetë në protestë, pra nga natyra jam, duke qenë gazetar, ne jemi protestues të përjetshëm. Kjo është pak për e sigurt. Kam parë shumë miq demokrat në protestë. Edhe deputet, edhe një strukturësh, edhe votues PD-s që e njoh, edhe fizikisht njoh nga afër. Tani, nëse unë bëj një pyetje, po të heqim pjesëmarrësit e PD-s sepse ti po i fyen, po i poshtron. Shkuan te Selia e PD-s, do të thonë opozita e krimit. Ishte pak një çalltisje nate, më duket atyre grupit vogël që e bën këtë. Ti heqim këta majtë dhe djatha që marrin pjesë në protestë. Çfarë ngelet? Se unë nuk shoh një pavarësi të madhe në Shqipëri. Them se ngelen mira qytetar. Domethënë do duhet t'i asociojmë të gjithë, domethënë me parti politike? Jo, absolutisht jo. Po thellën vëmendjen tënde ftesat shumë të rëndësishme në gjykimin tim për të protestuar për çmimin e naftës. Për të protestuar për
për shumë gjëra për diçmëri të jetës shqiptarëve, për drejtësi. Disa vete erdhën në bulevard, 15 vete. Këta të pavarur, të duhet shkonin aty? Mirë, të pavarur nga partia. Atëherë, këtu lind një pyetje Çollaku, dhe ma lë ta bëj një pyetje me të drejtë. Këtu do të shkojnë të gjithë. Nuk ka rëndësi, dhe partia më e madhe është ekonomia dhe drejtësia. Ne duhem që sfundohet ligji dhe ekonomia të shërbejë qytetarëve të atij vendi. Të tjerat të sajnë derivate. Përpara se të vazhdojmë këtë bisedën këtu, të dalim pak tek transparenca ndoshta për projekte. Në konceptin tuaj. Ka zero shqiptar. Okej, Shqipëria si nevojitet një investim i tillë, ndoshta një investim i cili mund të jetë në përputhje me natyrën, mund të konsultohet se kjo, domethënë, unë jam shprehur, duhet të them, jam pro bërjes së investimit. Okej. Por jo thjesht investim siç mungon me drejt ju theksuohet transparenca, por në përputhje me s'ka projekt fare, ka thënë kryeministri. Ka projekt. Unë kam publikuar një pjesë të dhënave të projektit, mund t'ja vënd diskusion edhe ju tani. Okej. Dhe kam publikuar dhe pas asaj kryeministri tha keni parë material fake. Nuk është fake, fare, më kanë thënë njerëz që e kanë pasur në përdorur këtë material. Janë diku të 4 hotele luksoze, 714 vila, 11 vila miliarderë siç theksojnë ata, 2300 e sa apartamente ka. Atëre okej. Ja ku kam këtu 1.448.227 metra katror. Mund t'i lexoj, janë unë kam këtu është një material që ma dha Çollaku tani, i cili nxjerr në total. Edhe unë jam protestues, po kam gjetur material që u shërbën dhe protestues dhe bëse. Pra 814 vila, 11 vila miliarderësh. Miliarderësh, po. Townhouse janë diku tek po themi 800 apartamente, 2380. Në total 4005 ndërtime. 721 suita. Okej, që se mendova se ishte e prerë. 721 suita. Mos harrosh kazinot. Ke ambiente sportive një 10.000 metra katror për fusha tenisi. Një 9.000 metra watermark, ç'është? Prit. Do duhet të është water park, 90.000 metra katror. Unë po përpiqem që ta kaloj, nëse ma kalon regjia. Kjo marina që thotë ai nuk është 850, ja i ke aty të shohim. Ja, për pak e kalon ti them regjistit ma kalojnë. Edhe ta shohim së bashku aty. Sigurisht. Pra, edhe kjo është një lloj proteste, besoj. Në shërbim transparenca ka munguar. Jo, kjo okej është, po ne nuk dimë se si do të jetë organizuar aty. Vjen tek ajo që unë jam pro investimit, le të themi. Ato mund të jenë vila me kafshë. Së pari. Vila druri për shembull. Duhet të ulesh me komunitetin e zonës. Se komuniteti është pronari kryesor i aty truallit. Kush janë pronarët aty tani Çollaku? Domethënë gjithë diskutimi sot më çon nga pyetje në pyetje, ka pafundësi pyetje. Tu është ka një pafundësi, le të themi, informative, e cila është e vështirë të ndalesh zyrtarisë se kush janë realët. Janë gjithë familjarë dolën me takime Ramën, ishin takime Ramën. Dhe disa nga pronarët nuk patën asnjë lloj kompleksi për folën. Çfarë u thonë për shkak në atë pylli dhe plazhi i hidrovorit zona e mbrojtur Vjos Nart, një material që un kam këtu është Banka Kredis 600 hektar, Mabatex Beqet Basoli 309 hektar, Mana Group 240 hektar, Ser duke se është një... Aty është Zamirmane tek. Zamirmane, po 20 hektar, Artur Shehu 150 hektar, Gazdemi 180 hektar dhe Artan Pekushi 37 hektar. Pra këta janë të dhëna që ne duhet i çekojmë zyrtarisht nga materialet. Janë diku te 1500 kusur hektar, 1400 hektar. Tani, këtu ka pretendime, le të themi, un kam informacion që pres ta konfirmoj që ka edhe njerëz tjetër botës së krimit që janë në Burg, që ka pjesë tokë aty dhe janë gati për të dhënë paratë. I kanë përgati për të dhënë paratë? Njerëz botës së krimit. Që janë botës së krimit, që janë në qeli. Tani, këtu një pretendim kanë qenë. Këtë duhet ta thosh shqiptar. Ka dhe pronar tjerë që ishin në takimin me kryeministin ditën e mbrojtje që pretendojnë me drejt negociacionin që ata kishin në përdorur, pra atyre duhet tu njihet ajo drejt që e kanë me dosjen në përdorur dhe ata nuk u japin pronat atyre. Pse? Kushdo që kanë pronë aty, investitori strategjik, publik, kushdo qoftë, nuk marrin nga emrat, se ne jemi bërë një lloj sanduiçi mes SBA-s dhe BE-s, e shoh deklaratën sanduiç. Sanduiç, po thotë. Po ka përplasje me fytyrë këtu? Natyrisht, siç e shohun. Kur shoh që
përpiqen thonë që është investitor Trumpi, se shkojnë lajmi në Reuters, në Al Jazeera, CNN, që është edhe kryeministri i ftuar 2 ditë më përpara, një pyetje në shtëpi të bardhë në konferencë shtypi dje për këtë lloj investimi, pra nga që është vajza e presidentit Trump dhe bashkëshortit e saj si pjesë e këtij bordi të investimeve, por njëkohësisht shohën deklarimet e shpeshta të Brukselit që ne kemi interes që pjesë si një nga kushtet e integrimit është zona e mbrojtur. Ku ishin ta europianët për thethin, për portin e Durrësit,